Jam ishte të gjeta dhe këtu në kuzhinë edhe për sot. Ja, mirë se erdhe. Ja, çfarë do bëjmë sot? Ja erdha unë. O mirë se na erdhe. O mirë se të gjeta. Ja që e nëzori një melodi. Ku kam zonë, po ndonjë serenata, hajde. Pse serenata është më vështirë për të kënduar, se ka shumë ato lulkat e zgjatura. Moj, të themi të na këndojnë sot Alvisat kur ti telefonojmë? Po syja me bashkë. Unë ison juve kryesore, na si të doni juve. Po me patjetër. Ti ke njëra të butonin aty dhe fillojmë me njëherë me recetën e parë. Kemi një bukë me patate. Bukë me patate dhe me hikër, me miell të zakonshëm. Ditit hikra, po, të shëra dhe mielli thekër. Patjetër këtu është vaj se duhet kripa, por do shkoj të marrë të sheqerin patjetër, ku është kripa është sheqeri. Patjetër majan. Majat that, unë vendos gjithmonë majat butë, sepse është gjithmonë më e dashur për mua. Dhe për çdo lloj brumi aktivizohet më shpejt kjo është. Aktivizohet më shpejt dhe duket më... Pataten e kam zier me pakos fare ujë, e kam kaluar në rende dhe produktet, sa shkoj dhe unë në plus të marr ujë, se s'kam marr ujë. Albana shkon mbush ujë, ujë të ngrohtë duhet apo jo? Po, ujë të vakët bashkë me sheqerin. Për tu aktivizuar më mirë edhe majaja, ndërkohë së bashku lexojmë produktet. Çfarë ju duhet për bukën me patate dhe lloje të ndryshme mielrash. 600 gram patate të cilat do t'i zjeni paraprakisht, 100 ml ujë të vakët, 7 gram maja buke, 300 gram miell, 150 gram miell gruri integral, 30 gram miell hikre, 10 gram krip, 3 lugë supe vaj ulliri dhe disa thërime të shëre, të cilën nuk do t'ja shtojmë në përpunimin e brumit, por do t'ja shtoj Albana kështu në sipërfaqe që të duket nga jashtë me copëzat e të shërës. Atëherë. Në ditët e sotme, variantet për përgatitjen ose alternativat për zëvendësimin e bukës së bardhë janë nga më të larmishme, kështu që ka filluar një lloj ndërgjegjësimi dhe një lloj eksperimentimi se si mund t'i bëjmë bukët më të shëndetshme me shumë vlera ushqyese. Miellim. Përdollim miella të ndryshme dhe majan në ujë. Diku të 7 gram. Aty ja shtove edhe sheqerin, besoj. Sheqerin, po. Aktivizohet. Sepse aktivizohet më shpejt. Vetëm një mundësi. E kam thënë, do ta them vazhdimisht se gjithmonë ka herë të parë. Po kanë visa të reja që na ndjekin në ditët e saktuara. Që vetë majaja është një kërpudh që aktivizohet shumë mirë e ka shumë qef mamam sheqerin. Në ato rritet. Prandaj edhe njerëzit që vuajnë nga myku në organizëm në mënyrë kategorike të ëmblat, sepse vetëm e aktivizojnë mykun duke konsumuar sheqer. Pra, mielin të tillë. E lë, derisa filluan të fluskat që krijohen, që tani filluan të krijohen sepse ja. Sa të shtoj unë produktet e tjera, patjetër që është dhe ambienti ngrohtë, kështu që e favorizon. Do të shtoj pataten. Pataten e grirë në rende, e kam zier me pakos fare krip, që mos më dali pa shije. A i dini ju që dikur, për shembull, dikur edhe unë i kam arritur atë brez, që kur bënin fëmijë për shembull 6-7 goca, edhe donin që të një djalë, i thoshin mbaresa, mbarime, do këtu mbarin. Në qofse, ishin për shembull filesa. Donin të bukur për shembull fëmijët, ishte dhe pashije. Emër ka qenë dhe pashije. Emër pashije? Pashije, patjetër ka veriu. Mund të ketë emri pashije? Patjetër pashije. Gjithë jetën me një nofkë. Tani për mua për shembull pashije. Heqim pa dhe del shije. Shije dhe këngë, emra nga më të çuditshme, shije dhe traditë, shije dhe të dielli. Pa hëna tregoni ju emra të çuditshëm si këto që për më të çuditshëm. Okej, kanë një lloj kuptimi, por në ditët e sotme tingëllojnë të tilla. Pashije ka veriu. Të zakonshme. Mbaresa e ka jugu. Mbaresa e kisha dëgjuar, po këtë emrin pashije se kam dëgjuar. Po unë kam për shembull kushurinë mbaresa. Dhe përshëndes. Dhe kjo ka qenë arsyeja sepse ja kanë vendosur këtë emër apo jo? Ka qenë e fundit që dha fund sagës së fëmijëve. Sot nuk ka Albana, as fillesa, as mbaresa, se sot 1 ose 2. Tani s'ka Albana, po. Albana nuk lindin më. E ma 1-2 dhe i bëjnë, pa hajde. Hajde një s'ka e bëjnë një s'ka. Një s'ka, po. E bëjnë, po e bëjnë të duduzetat.
Dëgjoj, di si është puna, ishte puna, do kishim bërë që të gjithë në pleqëri kalamaj, po ja që kalamajt nuk rriten dot me pleqëri, sepse ti nuk ke durimin. Nuk ke durimin. S'ke durimin, prandaj kalamajqët... Po këtë quan pleqëri ti njerë? Mosha ime. Po së mosha jote, s'ka shanse ta mendoj, jo? Jo, me mendoj, po me unë mendoj, jam shumë koshjente për moshën që kam. Jam shumë koshjente për moshën që kam. Po janë ta procesi që nuk ndodhin menopauzë, rrallë ndodh, ose s'ndodh. Bëja të bukën aty do të bësh kalamon 50 vjeshti. O dhondër ka thuj një fjallë të rëndë, thuj fjallë të rëndë. O me ndu dhondrin, gur, tha. Ne i të dhe herë. O dhondër, tha, po thuj, tha një fjallë që të njullet. Bual. Gosht. E tha, një fjallë. Ata që tha thuaj një fjallë të madhe, po që nga fjallë që të fullet. Atërë në fjallën e madhe, me që edhe majaja erdi. Do të shtoj mjellin me rallë. O, pjati, dhe nësën këto. Është e bukur kjo pjesa, ti je në kulmje në humor, duke qeshur, tani me person një heshtje Albana. S'flet fare, po thuaj se 2-3 minuta heshtje. Kështë që mendon, kjo lidhet me mendimet që ke, se temën pas pak për këtë temë kemi. Jo, unë mendoj vetëm mendimet, kur të marrin mendimet gjithë vëmendje, ato negative, jo ato pozitive. Jo, as ka shans që mendime negative mua të më marri, absolutisht jo. Jo. Mi se përse ka pak, se njerëzit në përgjithësi e kanë këtë veti. Këto mendimet, ka njerëz të cilët janë me mendimet të tepërta. Unë jam shumë njeri pozitiv, kam energji shumë të mirë, gjë që unë e luftoj dhe mendime negativ. E luftoj. Do më thuash, a prekesh, sa të duash prekem. Po, sa të duash prekem. Dhe kur prekesh ke mendime që cilat të mbysin. Por... është çështje menaxhimi, themi ne për... Po, e menaxhoj mirë sepse unë them që ti mërzitjen nuk duhet ta mbash në punë. Në familje jo. Dhe unë kam një shprehje. Dhe unë kam një shprehje që unë nuk kam kohë as të mërzitem dhe as të bëj fjalë. Gjëja më e mirë është kam të shpejta faqe bardhë. Kjo është. Dhe jap një zënje e brumit kështu, vëndse. Një lloj procesi dhe kjo pjesa e brumit. U ishtë i vakët, përse ne diskutojmë? Ne diskutojmë sepse japim kohë gatimit. Duke qenë se themi negatimi është antistres, gatimi të çlodh, është një lloj arti, është një lloj kreativiteti. Kështu që dhe mendoj se njerëzit që gatuajnë janë njerëz të lumtur. Ata që gatuajnë me qejf dhe me pasion, ëh? Jam e lumtur, e dashuroj ushqimin, ama e them e dashuroj ushqimin. E shijoj pafund, dhe këto janë dhe pesha që marrë, dhe jo më kot. Nuk ha masa, por e dashuroj ushqimin. Kjo vjen nga dashuria e tepërt, se tash ka dhe një limit. Nëse keni na dikë, asnjë mos paçi nate, keni na merrni brum, bëni buka dhe ja fut pas shumë direkt. Edhe del brumi akoma dhe më i mirë se do punim. Sa punim do? Së është pa dashuri. Ne, është pa dashuri. Mos na provokot kot, se i kapim këto detaje. Doje që të doja dhe unë, po e vërtet është, po jo, nuk bje pre. Atëherë, nëse brumi është ngjitës, ne mund të shtojmë pakos fare miell, por jo tani. Sepse duhet ta punojmë mirë. Patjetër, 3 lugë vaj është i domosdoshëm, vaj ullirja, vaj të zakonshëm si të doni ju, nuk ka problem. Pra është, gjithçka është opsionale. Dhe është normale që të ngjisë duke qenë se ka patatet brenda, dhe ato janë ngjitëse, kështu që e presim që ky brum të jetë pakës ngjitës, por pra nuk shtova vaj, lule dielli, shtoj tani këtu pakës fare vaj ulliri. Ja. Dhe do t'a lë pak sa diku të 30 minuta që të vi. Urdhëro. Shumë mirë. Ju e dini shumë mirë. Nëse unë them diçka gramaturat që janë atje, që jepen, dhe Niki vazhdimisht i lexon dhe keni edhe në wall, të jeni shumë të sigurt, nëse ju do ndiqni gramaturën, gatimi do i dali i duhur. Pra asnjëherë nuk them gramatura
që nuk duhen. Nëse ju do ta ekzekutoni në këtë mënyrë pra, brumi të jetë ngjitës. Shiko, duhet të jetë ngjitës. Lëreni të tillë me një membran ose vendosni një tas tjetër që të vi pakës dhe unë lajduar sepse tërshërën e kam në fund fare për ta shtuar. Për të shtuar si frymzë. Tani. Mirë, e përfunduam dhe këtë recetë, ndërkohë kemi vendosur bukën me patate dhe lloje të ndryshme mjellrash, shijedhim një sy të shpejt, ja, po e hap pak furrën dhe do ta vazhdojmë pjekjen derisa të shohim që ka kulluar mirë, po aktivizimi majaz duket që ka kaluar trashësinë e tavës, ka kaluar në